Epigrafia, si që dini, ju që keni bërë dhe arkeologji një pjesë, e keni pas lëndë me zgjedhje dhe shumë mirë keni bërë, që keni zgjedhë, është shkenca që studion, është një disiplinë ndihmëse në fakt, por ndihmëse është fjalë e vogël, ajo në fakt është goxha. Ka peshë madhe si për historinë, studiosh ajo ndihmëse, ashtu dhe për arkeologjinë. Pra, është disiplinë më vete. Dhe merret pikërisht me studimin e mbishkrimeve, si që thot dhe vetë fjala që vjen nga greqishtja e vjetër, epigrafi, do të thot e shkruar mbi, pra është ideja që shkruajmë në suporte ose në materiale, thënë shqip, të patjetërsueshme, jo në pergamen, jo në materiale që dëmtohen, por në gur, edhe në të tjera, dhe më thënë, do shohim kemi një shembull aty, edhe në bronz, pra në metale, edhe me radhë pastaj, edhe mozaikët, po. Materiale solide që ta përmend. Po pra, pikërisht. Jo të degradueshme, e kemi dhënë aty. Yes. Por për një përkufizim më shkencor, keni identifikimi i grafemave, sqarimi i kuptimit tyre dhe klasifikimi sipas datimit dhe kontekstit kulturor. Kjo është shumë e rëndësishme. Epigrafia na del që herët që në antikitet kemi, të përmendim vetëm 2 shembuj. Pausani, ju e dini, është një, ne i quajmë autor antik, sepse na japin shumë të dhëna për pjesën e antikitetit, pra është i shekullit 2 të erës sonë dhe na jep të dhëna me shumë interes për disa pjesë të perandorisë romake. Ju e dini që në shekullin e 2 perandoria romake arri kulmin dhe një grup i madh personash, se ti qush historianësh pak e parakohshme, por ata janë të gjithë, domethënë, të orientuar nga, si thuash, kuriozitetet e antikitetit. Pra, neve na sjellin, dhe për pjesën që na intereson sot, na sjellin të dhëna mbi mbishkrime që ata i shohin me sytë e tyre, ose që i kanë dëgjuar nga të tjerë, por që janë të, si thuash, të prekshme, konkrete. Pra, ai na jep riprodhon tekstet e mbishkrimeve që gjenden në për tempuj, në për ndërtesa, edhe kështu me radhë. Një tjetër autor, prap i kësaj periudhe, është Plini Plak, me të famshme histori natyrore, me shumë volume. Është ky person që na jep të dhëna për Ninfeun e Apollonisë, për shembull, që ndryshe nuk do t'i kishin, e përshkruan me mjeshtëri bile për kuriozitetin tuaj, se këte kanë burë këto shkencat tona që kalojmë direkt në interpretime dhe në gjëra shumë konkrete. E dini si ka vdek Plini? Nuk e dini. Nuk ka lidhje me temën, por për kuriozitet, duke parë vulkanin në Pompeji. Mendohet se gazrat ishte aq kurioztar sa që e pa nga afër dhe mendohet që ka vdekur aty duke u edmuar nga gazet që dilnin nga vulkani në Pompeji. Për te kësaj, në rastin tonë, ai na jep listën konkrete të gjithë popujve, rendit pra listën, sepse ajo ka qenë e dhëndur në një trofe e Alpeve quhet, është një lloj, ta quajmë, fakt nuk është kolon, por është një mbishkrim masiv, dhe aty ai jep listën e popujve të mposhtur nga Augusti. Pra këto dyja janë shembull ilustrues të fillimeve të hershme të epigrafisë. Pastaj, me kalimin e kohës, epigrafia ndahet, profilizohet pra, në epigrafi latine, si shkruanin romakët latinisht, dhe në epigrafi greke që shkruante gjithë pjesa lindore e perandorisë romake, por jo vetëm. Ju që keni bërë histori, e dini që kultura hellenistike është një komponent, një e përbashkët midis kulturave të lindjes dhe këtyre të popujve të mesdheut, kryesisht grekëve, kulturës antike greke,
Që do të thotë, kemi një deg të veçantë epigrafisë, që quhet epigrafia greke në kuptimin e gjuhës me të cilën është shkruar, që të jemi dakord. Dhe në këtë kuadër ne bëjmë një ndarje tipologjike, pra sipas tipologjisë së mbishkrimeve, ne i ndajmë në 3 kategori kryesore. Kjo është thjesht pjesa pothuajse fillestare, se pastaj secila nga këto kategori përbëhet nga shumë nën kategori që ato pastaj i takojnë epigrafistëve të mirëfill. Nuk hym dot thellë ke ato se janë shumë të detajuara. Por ju bëhet të mbani mend që i ndajmë në 3 kategori mbishkrimet kryesisht antike dhe të antikitetit vonë, edhe të mesjetës hershme, pra mbishkrimet publike, ato të cilat afishohen në publik, rasti më konkret, për fat keq nuk e kam këtu, por e kemi thënë në leksion mbishkrimet kedera e teatrit Butrintit, kedera, do me thënë në hyrje të teatrit Butrintit, që është një lloj afishimi publik, siç bëhet sot afishimi publik në për zyrat e ato janë dekretet e lirimit të skleverëve dhe janë shumë interesante. Po, bravo. Jo pak a shumë, po dalin krejt të barabarta, bile në disa raste kemi vetëm gra pronare skleverish, që është karakteristik e kësaj zone të pepirit antik, gjë që nuk e gjejmë as në Athinë, as në Romë. Pra, ka të bëjë me statusin e emancipimit të gruas që i njihet pronësia. Njësoj, jo tamam matriarkati, po është një lloj si thua barazie gjinore, po të flasim me terma modern që ju pëlqejnë juve. Pra, ideja është që këto janë mbishkrimet publike, dekrete, ligje, traktate, nga njerë bëhen dhe katalog, bëhen kronologji, edhe kalendar, shkruan gdhëndën kalendarët. Kategoria e dytë janë mbishkrimet private, pra gjithë çka të bëjë me jetën personale të njerëzve. Këtu fillojmë që me gurët e varreve, që me dedikimet, që me edhe pastaj me radhë me të tjera kategori, por që kryesisht lidhen me jetën private të njerëzve, jo me jetën shoqërore. Ju e dini që në antikitet ishte shumë e zhvilluar jeta shoqërore dhe në fakt shumica e mbishkrimeve të tilla janë. Dhe kategoria e tretë pastaj lidhen me fen ose me po themi mbishkrimet e shenjta. Pra këtu kemi të bëjmë me ligje, rregulla, orakuj, himne ndaj Apollonit për shembull ose ndaj perandive të tjera, me formula shëruese në përtempuj. Prapë në Butrint kemi tempullin e Asklepit ku njerëzit vinin për të shëruar. Dhe aty ekziston domethënë mundësia për të bërë një lutje e cila gdhëndet, nuk kemi gjetur në fakt aty me qenë sinqert, por në raste të tjera ekzistojnë formula, pra orakuj, mbishkrimet historike, tregimet që lidhen me flimet caktuara me ngjarje, po kemi një fakt që lidh Apollonin që është në territorin e Ilirisë me një luftë që kanë bërë ndaj një qyteti fqinj që është Thronioni. Throni Apolloniatë, domethënë, duhet të ketë qenë në rivalitetit për molin, për portin, kush ka tregtin detare. Edhe fiton Apollonia, edhe shkojnë në Olimp, bëjnë një mbishkrim. Ky është rasti, këtu pikërisht. Pra bëjnë një, po themi, dedikim për fitoren dhe thot 1% të plaçkës së luftës, të trofeës që fituan, thot, Apolloniatët ja dedikojnë hynis, edhe e shkruan atje. Është i botuar mbishkrimi dhe hyn pikërisht në këtë kategori. Tani, personat që janë marrë me mbishkrimet janë shumë, por dy prej tyre spikasin. I pari njërë është
një profesor francez I cili u nda nga jeta pak kohë më parë dhe që ka një kontribut të jashtëzakonshëm sepse ishte vërtet epigrafist nga profili shkencor, por edhe ishte një person me një dimension të jashtëzakonshëm, kapacitet intelektual edhe ndjenja njerëzore. Ai për 50 vjet radhëzi ka ardhur në Shqipëri edhe në vitin e vështirë 97 dhe e kurorëzoi këtë punë, vdiq 93 vjeç, mos gaboj, dhe e kurorëzoi me një korpus të gjithë mbishkrimesh, për cilin do flasim pas pak, por figura tjetër që nuk duhet harruar në asnjë mënyrë, edhe që ju do ta bëni edhe në kur të ketë një rast të pash aty programin dhe me siguri që do ta përmendni, është Teofan Popa, që është një personalitet I cili ndonë në kushte shumë të vështira politike, sepse jetoi në periudhën e komunizmit dhe nuk e shifte me sy të mirë regjimin, bile mos gaboj dhe u burgos disa kohë. Ai ka dhënë një kontribut shumë të madh, sidomos në grumbullimin edhe në renditjen e mbishkrimeve, por kryesisht të një periudhe të vonë, pra periudhës bizantine dhe asaj post-bizantine. Natyrisht ne nuk mund t'i ndajmë, pavarësisht se sot jemi këtu për të trajtuar pjesën e parë, pjesën antikitetit dhe antikitetit vonë, por nuk mund ta lëmë pa përmendur këtë figurë që ka dhënë kontribut madhor për mbrojtjen e trashëgimisë shqiptare dhe në këtë kuadër edhe të mbishkrimeve, kryesisht me origjinë kishtare. Tani të vim ke korpusi I mbishkrimeve të Ilirisë së Jugut dhe Epirit. Pra thash që është merita e profesorit Kaban, natyrisht I ndjekur edhe I ndihmuar dhe nga bashkëpunëtor, Vendas, kur them Vendas kam parasysh edhe shqiptar për pjesën e Shqipërisë, po edhe grek për pjesën e Epirit grek. Që do të thotë, e gjithë kjo punë u konkretizua me botimin e 4 korpuseve të mëdha, të cilat kanë dalë me interval kohor nga njëri tjetri, por që kanë domethënë një material të jashtëzakonshëm dhe unë habitem se sa pak I shfrytëzojnë studiuesit këto, sepse vërtet aty kemi jo vetëm të mbledhura, por edhe të renditura, edhe të përkthyera, edhe të klasifikuara, të gjitha mbishkrimet antike të këtij territori. Konkretisht e fillon me volumin e parë, mbishkrimet e Dyraut dhe të Apolonisë, ju e dini, 2 qytete të themeluara në fund të shekullit 7 para erës sonë, ose para Krishtit, dhe qendrat fuqishme të rrezatimit kulturor në të gjithë botën ilire. Pra, volumi I parë, mbledh tani, për të qenë korrekt me historinë, duhet të themi që ato ishin të mbledhura, mirë po fatkeqësisht ne nuk kemi një shkollë për sa I përket epigrafisë, qoftë antike, po ndoshta edhe mesjetare. Ka qenë dikur një person që merrej në Institutin e Arkeologjisë, profesori I ndjer Faik Drini, I cili nuk është më në të jetë, ai ka bashkëpunuar shumë me Pierre Caban, por sot që flasim është e trishtueshme, por në strukturat e shtetit shqiptar nuk ka asnjë epigrafist. Edhe kjo është një bërslok shumë I madh, sepse siç po e shohim, edhe siç ju e dini, është një sektor nga I cili mund të nxirren të dhënat jashtëzakonshme. Edhe do japim disa shembuj tani. Por le të përfundojmë një herë trajtimin e korpusit të mbishkrimeve. Kemi kapitullin e 2, më thënë volumin e 2 më saktë, që është mbishkrimet e Butrintit, aty përfshihen dhe ato të teatrit, por edhe I famshëm muri I mbishkrimeve, sepse ju e dini që në Butrint mbishkrimet janë grumbulluar në një mur, I cili mund të vizitohet, domethënë midis forumit romak edhe baptisterit, aty është një
zonë që ku janë vendosur të gjitha mbishkrimet dhe të gjitha ato i ka marrë një me një edhe i ka botuar profesori Kapan me bashkëpunëtorët e tij në volumin e dytë të korpusit. Pastaj vjen i treti që ka gjithë mbishkrimet e tjera pa këto 3 qytetet që përmendëm deri tani. Dhe vitet e fundit në bashkëpunim me profesorin grek Miltiad Hatzopoulos, Pierre Kaban zori dhe volumin e 4 që përmbledh gjithë mbishkrimet e Molosisë. Pra është pjesa e Molosëve që sot është në territorin e shtetit grek. Dhe këto të 4 thash bëjnë një korpus shumë të rëndësishëm, i cili praktikisht na dokumenton në mënyrë tashmë të përhershme, sepse nga momenti që ato botohen, gjithkush mund t'i citojë dhe mund t'i përdori me studime, pa çka se siç kemi vënë re për fat keq, mbas botimit një pjesë e mbishkrimeve kanë humbur, se ndodh edhe kjo, që botohen dhe humbin, ama aty janë të botuar. Edhe një sqarim desha t'ju bëj. Kur themi që është i plot korpusi, kjo nuk duhet marrë si përfundimtare, sepse gjithmonë gërmimet e reja mund të sjellin gjetje të reja. Pra asnjëherë nuk mund të quhet e mbyllur pjesa e epigrafisë. Por një bazë të madhe e kemi. Edhe thash dhe njerë, shpreh keqardhjen që nuk e shfrytëzojmë sa duhet, sepse aty ka vërtet gjëra jashtëzakonisht interesante. Ne përmendëm rastin e Butrindit, po kemi plot, kemi nga njëherë emra qytetesh, ose dhe emra fisesh, që ne i gjejmë në mbishkrime, po nuk i dim ku kanë jetuar dhe nuk kemi burime. Edhe një rast konkret, e kam nxjerrë tu për ju, është ky mbishkrimi, nuk e di sa duket. Por unë kam nxjerrë të përkthyer në shqip atje. Shqip e kam përkthyer unë, po ai e ka në frëngjisht. Është një plak kush e ka vizituar muzeun e Apollonisë, kur hyn aty në sallat e mesit, pa marrë kthesën, janë 3 vitrina me objekte metalike. E di mirë sepse unë e kam hapë në vitin 2011 dhe muze dhe e njoh kështu. Ideja është, natyrisht me tjera, jo vetëm unë. Po ideja është që kjo plaka ka një vlerë të jashtëzakonshme. Në fakt nuk është gjetje e Apollonisë. Dhe nga botimet mendohet se mund të jetë një lloj fisi që ka jetuar ndoshta në zonën e Bylisit, jo të Apollonisë vetë. Sepse do t'i kthehemi prapë, po vetëm desha t'i tregoj kush e ka zbuluar. Në fakt është botuar për herë të parë në vitin 87 te revista Iliria nga profesor Neritan Ceka, dhe pastaj është marrë nga Pierre Kaban, ku është bërë analiza e plot dhe, si thuash, klasifikimi i këtij teksti, i cili në fakt është një tekst shumë i rëndësishëm, ja tani do i themi. Pse është i rëndësishëm? E para njëherë na flet për një fis Balaitët, që ne nuk e dim, s'kemi dëna kush kanë qenë, ku kanë jetuar, por është aq i detajuar teksti, sa që të bën të mendosh që kemi të bëjmë me një grup shumë të organizuar. I jep me emra, me radhë. Edhe është i saktë, të jep dhe datën kur ka ndodhur. Pastaj vim ke pjesa e organizimit të kësaj shoqërie, të këtij grupi shoqëror. Pra, natyrisht ne nuk do të hyjmë me thellësi sepse nuk i kemi, domethënë, as kapacitetet, as kohën për të marrë me detaje, por ajo që unë doja t'ju thoja dhe pse e solla këtë, është pikërisht fakti se shikoni se sa informacione mund të nxirren nga një mbishkrim i thjeshtë. Pra, ky është vetëm një shembull se si ne mund të
nxjerrim për çfarë na shërben epigrafia dhe se si mund të nxjerrim informacione nga një tekst epigrafik. Natyrisht, jo çdo kush mund ta bëjë, bile dhe arkeologu që zbulon nuk është në gjendje ta lexojë, sepse për të bërë një epigrafie mirë duhen studime, duhet një formim, duhet njoftja e gjuhëve antike dhe në këtë kuadër thash që për fat keq kemi shumë boshllëqe. Pra, kjo ishte pllaka e bronzit e Muzeut të Apollonisë që na flet për bashkësinë e Belajitëve dhe institucionet e tyre dhe për mënyrën se si ata i shpërblejnë këta personat që i shërbejnë bashkësisë dhe që meritojnë nderim. Po nga Muzeu i Apollonisë kemi një rast tjetër dhe këtu e kemi për të përmendur atë që shpjeguam kategorinë e dytë, pra mbi shkrimet e sferës private, është një gur i thjesht varri. I themi thjesht sepse nuk zakonisht këto përdoren për persona me origjinë shoqërore modeste, pra që nuk kanë pasuri të madhe, sepse për ata bëhen stela me zbukurime, me skulptura, statuja, bëhen sirena fajtuse që qajnë ke varri. Por këtu është thjesht formula hajre, kjo fjala poshtë, që është formula lamtumir. Po e pak të formulë në mbishkrim ose në gur, kemi të bëjmë me dikë që ka ndruar jetë dhe që të gjallët ndahen me të e thonë lamtumir. Pra është një formulë që përdoret sistematikisht në të gjithë, po themi, kontekstin funerar, pra që ka lidhje me varret në të vdekurit. Pse është interesant, se ndoshta do të thotë dikush, po mirë më valla, tu vetëm 2 fjalë ka çfarë vlerë ka kjo. Kjo ka vlerë shumë të madhe, sepse emrat, repertori i emrave, nganjëherë mund të japi dhe origjinën shoqërore të tyre. Për shembull, kjo Aminta, lart, se nuk e ka kap gjithë kamera, po Amint lexohet, ka dhe një anë fund. Aminta, po të shohim klasifikimet e emrave, renditet ke emrat i lirë. Po shikoj që na doli një edhe shumë interesante, nga Hiçi, nga i Copuj. Është interesant vërtet, nuk është thjesht punë gurësh. Kush di të lexoj, nxjerr informacion, pa fund. Dhe aty ka 3 lloj kategori emrash, sepse kjo është në sallën e parë, në Apollonin, dhe aty keni 3 rafte me të tilla. Kemi emra me origjinë greke, me origjinë ilire dhe me origjinë maqedonase. Pra kemi 3 kategori. Natyrisht kjo është bërë nga specialistët kjo ndarje, nuk është bërë nga individ, por edhe në fakt përputhet me Apollonin si një qytet i madh, kozmopolit, ku kemi lloje kategori të ndryshme sociale, kategori të ndryshme banorësh që jetojnë, por për temën tonë na intereson kjo pjesë, domethënë edhe tek gurët e thjesht informacioni nganjëherë është shumë i rëndësishëm. Tani për sa i përket kronologjisë, natyrisht mbishkrimet fillojnë nga periudha arkaike, sepse atëherë është edhe pak a shumë përputhet me fillimin e të shkruarit. Ju e dini që deri para shekullit 6 shumë rrallë kemi atë mbishkrime, shekullin 7, shekullin 6 fillojnë. E kemi këtu një mbishkrim nga Amantja. Amantja ju e dini, është në zonën e Malësisë Vlorës, fshati Ploç në bie sot. Është një sit shumë interesant. Edhe janë gjetur disa mbishkrime, përveç gjetjeve tjera, kemi dhe mbishkrime. Edhe ky për shembull është një individ
i cili ka ndërtuar diçka, një monument, një tempull, nuk e dim se çfarë ka qenë, por dim që e ka bërë këtë në cilësinë e prytanit, pra në cilësinë e, po themi, në punësit më të lartë të qytetit, Yes. një lloj prisi, po. Pra, është prytani që jepet me emër, jepet edhe atësia. E dallojmë nga rasa gjinore që përdoret. I Parmeniskut. Parmenisku është i Ati. Edhe, në fakt është rreshti i parë. I Parmeniskut Zopiros e ndërtoi. Po kë ndërtoi, ne nuk e dim. Ideja është që na i mësoj kësaj që i shkrimet japin informacione edhe në 3 fjalë të thjeshta, lakonike dhe zakonisht. Në shkrimet kështu janë. Për shembull, ka dhe shumë forma, po kjo është më tepër kemi shkrimet latine, që me një gërm të vetme nuk kuptojmë një fjalë të tërë. Bëhet një fëmë me pikë, për shembull, edhe familje. Pra, është si një marrëveshje, po themi, që shkruhet në mënyrë ta quajmë telegrafike, në shkrutim, fiks. Po në këtë zonë, po nga krahu i detit, se kjo është pjesa e sipër, edhe për fat keq s'kam foto, se janë shumë të veçanta, është një hambar, do ta quaj, pa egzagerim, hambar një shkrimësh është një zonë në bregdetin e Karaburunit që quhet Grama, shpella e Gramës, nuk e di a ka pa njëri. Me që një parë në këto njohësimet për turistike për Shqipëri. Po, tani kanë filluar të shkojnë shumë atje, po atje shkohet me skaf, se nga toka është shumë e vështirë, rruga. Thash, nuk e përdora kot fjalën hambar, sepse aty kemi mbishkrime nga të gjitha kohrat. Edhe nga shumë poshtë person. Dhe kemi emra marinarësh të thjesht, që i ka zënë stuhia dhe janë strehuar aty. Po kemi edhe një mbishkrim për një perandor të Bizantit. Flota e cilit psoi një, domethënë u godit nga një shtrëngat, edhe u strehua aty dhe shpëtoi. Edhe është mbishkrimi atje. Kronologjia tham fillon me periudhën arkaike, vazhdon në periudhën klasike kemi shumë mbishkrime, sidomos në këto qytetet e mëdha. Pam mbishkrimet e periudhës helenistike dhe kjo është i tillë, por mbishkrimet vazhdojnë. Dhe arkeologjia sjell shumë detaje. Edhe një nga gjetjet e fundit me interes është kjo këtu, dhe kjo na lidh direkt me Bizantin. Edhe me bile së periudhës post-bizantine. Kjo është gjetë në manastirin e Mesopotamit, e keni parasysh ku është në bashkinë e Delvinës. Është gjetë relativisht vonë, në vitin 2014, ku përbëheshin disa punime në një mur aty që ku është banorja, pra në pjesën e jashtëm të manastirit. Dhe rastësisht arkeologët gjetën të mbishkrim, i cili pastaj është lexuar nga profesora Zopulius, që ka komunikuar Kabanit dhe është ky përkthim që e keni atje, që është në fakt një citat i nxjerrë nga Ungjilli sipas Gjonit. Datimi, është shpjegoj që bëhet juve çfarë, duke u nisur nga një mënyrë e të shkruajturit të Alfës, i japin datim të saktë, 1733. Natyrisht nuk jam gjendje ta bëj, por e kam lexuar si të tillë. Edhe po doni ja jap dhe referencën se ku e kam gjetë. Në fakt është shumë interesant sepse jemi në një moment kur kemi 250 vjet pushtim turk. Edhe ta vazhdojnë në traditën, është për të admiruar. Se si nuk është tjetërsuar tradita. Pra, kush konsumon mishin tim dhe pi gjakun tim e ka jetën përjetshme, u gjet krejt papritur në një punim rutinë
restaurues në manastir, por na jep një informacion shumë të madh. Prandaj them që epigrafia është shumë e rëndësishme dhe në të gjitha kohrat. Ja. Kjo është e shekullit 18. Pra, ti kur del në terren, ti nuk e di se çfarë do gjesh në përpara. Dhe mund të jetë antike, mund të jetë mesjetare. Ky është shembulli me cilin unë doja ta mbyllja tekst ose të shkurtër. E dini ju si rilevohet një mbishkrim? Rilevimi ka të bëjë me nxjerrjen e mbishkrimit, bërjen të lexueshëm, sepse ç'na ndodh. Për shembull, po ju jap një rast konkret. Është një mbishkrim ke pusi nusëve i themi ne në Putrit, qofse keni parasysh. Atje është një rresht vetëm. Julia Rufina, bile e kam ti, mike e nimfave, thot. Është një dedikim i thjesht, i një personi që ne nuk e dim kush është, ndoshta një aristokrate, nga emri duket e periudhës romake, Julia, edhe Rufina, dhe mike e nimfave përkthehet. Nimfe fili. Pra, ai mbishkrimi është shumë i vogël. 99% e njerëzve kalojnë atje dhe nuk e dallojnë. Ose ato të teatrit, dhe ato kanë filluar të zbehen. Atëherë çfarë bëhet? Si rilevohen to? Merret një letër pagetrash, po ne në kushtet vështira nga 98 kur s'kishim profesor ka parë në shket edhe me letër tualeti ka po se s'kishte edhe në atë kohë materiale në Shqipëri, edhe e njom atë e kalon mbi ur, i bie me një diçka, me një furça, me një diçka sipër që zej e rënjë. Ideja është që të penetrojë këtë çarat e shkronjave. Dhe e nxjerr dhe e lër thasë. Dhe kur e nxjerr, e stampim quhet ky proces, ai është i lexueshëm. Pra është më i lexueshëm kopja se sa vetë origjinali. Se dhe origjinali, po ti bësh një foto, edhe që i bie diell i keq, ti nuk e lexon dot, por as në realitet, as në foto. E stampimi është mënyra, metoda më e thjeshtë dhe më e mirë për ta, dhe është i pagabushëm, se po ta kopjosh me dorë, mund të bësh gabime ose nuk është tamam ashtisësh. Kurse ti me stampim mund ta mbash atë kopjen dhe zakonisht këto i mbajnë për arkiva, kuptohet kur është në material të mirë. Sepse zhvendosen, ti mund ta kesh mbishkrimin, ai i teatrit për shembull është një gur në rreshtin në fasadën anësore të murit të teatrit, ti nuk është kur dot gur. Po çfarë bën? I bën një stampim. Edhe ato mund ta zhvendosësh, ta çosh në shkollë, ta demonstrojsh, ta mbash në arkiv, ta marrë një studios që bën një punim mbi ato tema e kështu me radhë. Pra kjo është mënyra më e thjeshtë për ti rilevuar këto mbishkrime.